vërtet, kështu që kjo shkolla elektronike, kështu a ju pëlqaja? Unë që ta është ta me ndërlidh, e ndëgjova kongën, apo stafat ju që për cilla Eurovisionin, po do është ta me ndëgju kongën me po pse njerëzit pesherin në Facebook. Pse se kënë guma herë? Se kënë ta ka shirë. Unë kur njëtën temë nuk kam një për atë grup, a që ka me thonë, aja benda që ka është ajo, Shkodra elektronike. Për mendimin tem, unë e dëgjova kongën dhe në fund, ajo s'ke as moderne, as tradicionale shqiptare. Ke një farë përpjekje me përfaqësu kulturën tonë, po si mi mbet në gjysmë, nuk e di. Një kongë që nuk qotë as saloni i shpis me duar të rëkit, e lemo një arenë ndërkombëtare. Pritshmërit kanë qenë shumë të nda, po unë mendoj që problemi është shumë ma i thellë. Bile, sukses i madh për ta që kanë qenë... Se po thu performanca saj ma e mirë ma e dopt Selvana Gjata që e ka pas? Absolutisht. As nuk ka frohët. Jo, vesh unë e mora si referencë duke ditë famën e saj, edhe që ka famën e saj në publik. Po tash nisëm pjasaj Eurovisionin nuk lyp. A lyp vlera Eurovisioni me pa kush e ka zanin e mire, kush i ka tonet, mat në alta e mat olta, po jo bre, sa aty është një popull, një... Prena e kina marrë venin e ti, Erona një shliju me cilin përmasa, norma, pas kam rinë venin e pes. Unë e të kalzova kërë më këshyrë Eurovisionin. Si pas te, që po thu, nuk lypën vlera, nuk lypën performance artistike, nuk lypën zojmi, Erona një shliju, që shkam rimi marrë votat në venin e pes, së spethen rekordin e saj, kërkush, me së për vokalin e saj, së ti më në desh nuk e kom pa, Erona nasi performance saj, ka qenë shumë unike. E kanë zonë Rona Pesin, asë jo, mirë dhe, kërkush spethen, a njëzam shtatin, këta tetin, a njëzam duke shtatin, po. Oke, unë e peledzoj qëtë informatën. Ate Rona, këmë interesant, Rona në shliju me qëka ka marrë vota me vokalin e saj. Nuk është normë muaj me mirëqen, dukja, nuk është e mirëqen mu marrë dukja, të na është të bo shumë e normalizume. Na e lidhëm me profesionalizme dhe interpretimin. Kushe përmeni dukjen? Rona në shliju me qëka është lërsu? Me vokalin se kom këshirë. Kongën sos e dënë, që nuk e dënë, Saron. Susën e di. Unë e di, unë e vlerësoj Ronën si këngëtare e mirë, me që ato vlerat e veta që ka. Por, mos të harrojna, Eurovisioni dënë paraqitje skenike, pikë. Mira, kjo performansa shumë e mirë shkotë. Cila performansa? Kjo këtë dreg, absolut, po, kviro kon, po. Më pëlqe performansa, më pëlqe. I niva, unë të tjerëve që më kam pëlqyu, e vërtet që performansa. Shqie që janë relative. Relevante, nështë ta dikush dhe ma shumë për atë, dikush dhe ma pa. Janë relative. Varsisht, që vlerësar, sa dhe ku e ki kritikën e zhvillume, mandej. Unë Eurovisionin e du me paraqitje skenike, du me një koreografi të madhe, du me një valsem gjigant, du me një kantare